Civil Media. Pasi ti edhe në vetë hapin, insistoj që të flasim për atë që duhet dhe që të ndodhë në rrjedhin e këtij viti, të vitit 2019, po edhe të vitit 2020, mendoj se Maqedonia ose pjesë e qeverisë të udhëhequr nga Zrevi, qëllimet të cilat i ka vendosur, për shembull, theksimin e tij se viti i radhës 2019 do të jetë ekonomik, provova disa herë të drejtohem asaj parole kritike se nuk mundet një vit të deterioraci ekonomike, ose që është ekonomike, për shkak se marrja me ekonomi nuk mund të jetë çështje e vetëm një viti, çdo vit duhet të jetë ekonomik. Kurse qëllimet tjera specifike, ndonjëherë qeveria ose shteti ka për nevojë që të insistojë të zbatohen brenda një vitit dhe pastaj të vazhdohet me punë, por unë do të flas për një aspekt të probleme të rrezikut të mundshëm bombës të mundshme ose pengesave potencialit të çfarë reformave në gjatë vitit në rrjedhit të cilët qytetarët e Maqedonisë po edhe bashkimit evropian janë po i pret. Nuk do të flas tepër sepse antarësimi i Maqedonisë në NATO s'ka nevojë tepër të flas për atë, por dua të kthehem pak tek marrëveshja e Përgjinës, si u zbatua dhe jo rastisht po insistoj në atë për shkak se një pjesë e këtyre pjesëmarrësve në negociatat me Përgjinë edhe tani është në qeveri. Mëse nëndisht të merrem vesh se si të shtytëm pak më tej zgjedhjet parlamentare, duhet të formohet prokuroria speciale dhe të ndalohet shpallja e mëtejshme të bombave famose, mos të haroj. Pra, më duhet, po edhe ministri të cilin e tha ambasadori amerikan Roth deklaroi se bomba duhet të vazhdojnë të jenë të shpallura dhe kjo është rekomandimi i Komisionit të Venedikut dhe është rekomandim nga Privem. Por kjo hasin një rezistencë dhe atë jo rastisht. Pse po e flas këta? Në këtë moment reformat e pritura për vitin të jenë të zbatuara për vitin 2019 nuk do të mund të fatkeqësisht nuk mund të tejkalohet rezistenca e partnerit të aleancës nga e BDI-s që të vazhdojë puna e prokurorisë speciale. Mos e kuptoni ju lutem si një çështje të vogël, për shkak se për reformat e tilla ju dojen së paku 80 deputet në kuvend, nuk do të mund as pak të pritet pajtimi për shpalljen e bombave nga asnjë anë, për shkak se kërcënohet mundësia që të ketë dalje të bombave nga gjitha anët. Mund të jetë që të pajtohet të Zrevi për diçka të tillë, edhe pse për bombat për herë të parë, pra tani po them, për bombat e funksionarëve të BDI-s ata i kanë vetë, nuk e di se si i kanë marrë, por atyre kanë dhënë ato incizime dhe ata nuk mund të lejojnë diçka të tillë, për shkak se nëse njëra del jashtë atëherë do të merret në çështje funksionimi i koalicionit. Nuk do të lejohet të votohen
nga ne duhet për ndryshim të ligjit zgjedhor. Në një rast, lideri i kësaj partie në zgjedhjet e fundit kur ishte i pyetur në një tribun në Zhelinën të Tetovës, zotëri, pse për herë të tretë ju po e rekomandoni personin e njëjtë të jetë në listën e deputetëve? Ai u drejtua, i tha, çfarë ti them, po, çfarë ti bëj aty? Ai nuk din të punojë as si muller. Domethënë, ai nuk thot se populli e ka zgjedhur, po thot unë s'kam çfarë ti bëj, edhe ai duhet të ushqehet. Dhe nëse si ndihmoj, atëherë nuk do të mund ta ushqejë as familjen. Do të them se ai ligj kodi zgjedhor i pëlqen dhe nuk do të ndryshojë qytetarët të votojnë për personazh të cilët do t'i përfaqësojnë interesat e tyre para kuvendit. Ndoshta këtë dikujt kjo i duket çështje naive, mirë, po nuk do të lejoj të zhvillohen reformat të mëndeshme as në administratën shtetërore, as në gjyqësorin, për shkak se nuk do të mundet 2.000 apo 3.000 persona të cilët janë, të themi 30-40.000 votues, rrogat e tyre t'ja dërgojnë në shtëpi nga buxheti shtetëror, të cilin ne gjithë së bashku po e paguajmë. Ata të cilët, ato të cilët do të provojnë këto gjëra të ndryshojnë, për shembull gjyqësorin ose gjyqin qytetar, civil, kur e të përmendi kush diçka për korrupsion, të parë të BDI-s menjëherë do të jenë të arzuar për kërcënim. Menjëherë do të marrin rastin, ja japin atij i cili don dhe ai menjëherë do të bëjë kërcënim. Pra, reforma në fakt një aferë e madhe, skandaloze në Maqedoni ishte Telekomi në vetë fillimin. Në do t'je u bëzgjerim, por ky rast fatkesish po i përmend këto gjëra, për shkak se nëse bëhet një hap para që të zgjidhen këto probleme, në rregull, mirë, por nëse nuk ndërmirë atëherë s'ka film. Nëse do të bëjnë ndryshime, do të bëjnë ndryshime të mëdha, për shkak se duhet nuk gjeti fuqi. Po edhe kur ju ulën për 3 herë votat në zgjedhjet e fundit, që ti më njanohe vetën, po edhe tjetra tjerë, kam shkruar për këtë. Ata do të jenë frenat e tanishme, por do të gjejmë një gjuhë të përbashkët. Shumë gjëra të ngjashme ju pëlqejnë edhe atyre 8 deputetëve nga VMRO-ja që u ndan. Ashtu që shumë rëndë është që çfarë do reforme të kalojnë në kuvend nëse i prek pozitat e tyre, për shkak se kjo do të thotë se kjo paraqet shkatrim. Për kohë të shkurtër gjithë do të jemi dëshmitar, për shkak se ka simptome të tilla për cilën do reforme, din ministresha për punë dhe çështje sociale se ku preket dhe nga vjen rezistenca. Këto janë ato rreziqet reale të cilët në vitin shumë ose qërja dhamë, në cilën do drejtim të zgjedhjes ose hapjes së këtyre çështjeve, do të hasin dhe po hasin në rezistencë. Dhe e dyta, desha të shfrytësoj momentin, pasi që këtu është edhe ambasadori, këtë abuzim nga ana e liderëve partijak shqiptar në takimet me përfaqësuesit të huaj, posaçërisht ambasadorët, të cilët shkojnë në rishistë të vogël e pastaj kuptohet edhe ata ndrohen. Partia me njëherë shfrytëzon atë për qëllim të propagandës. Dhe kemi raporte të gjata se çfarë lideri ka thënë ambasadorit. Shembull do e marr këtë rastin e ambasadorit prezent. Do të flasin gjithçka në detaj për të thënë atë mirë, po asnjëherë nuk flasin për atë se çfarë ambasadori ka thënë.
5 apo më shumë vite, këtu ishte ambasadori i Bashkimit Evropian, ai mbeti kohë të gjatë, pothuajse 6 vite, sa më duket. Dhe mbështette. Do të dilte me një anons se po na mbështet ambasadori dhe që në fund, në vitin 2014, të dalë personi i njëjtë, Ervan Fuere, në kongresin e tyre dhe të parashtrojë pyetje. Isha prezent. Zotri, më tregoni se çfarë ju keni arritur tërkohës që jeni në qeveri. Mirë po nuk isha mundësi t'i përgjigjem. Por jo ambasador, pse nuk keni treguar deri tani se ata nuk po bëjnë asgjë? Por bëjnë dëm. Kur e kryt mandatin, tani po e parashtrojnë si pyetje. Qëllimi im ishte edhe përfaqësuesit e huaj, qoftë ambasador ose tjerët që vinë këtu, të dinë se në çfarë mënyrë përfide partitë politike, posaçërisht BDI-a që është në qeveri, i abuzon takimet e tyre me të huaj. Po, ka takim mirë, po do të dalim edhe do të tregojmë gjithçka që është thënë, ose nuk do të flasim për asgjë për shkak se është sekret. Këtë që tani e thash me qëllim se në muajt e ardhshëm do të jemi dëshmitar për shkak se në zgjedhja me siguri në parakohshme nuk do të ketë shqyqyr Zotit, ashtu që le të jetë një vit ekonomik, por me masat e deritanishme të ndërmarra nga kjo qeveri, nuk shoh se do të ketë rezultate që të ringjallet pak ekonomia. Pa mërë parasysh, edhe antarësimi në NATO nuk do të na zgjedhë problemet, edhe Shqipëria është në NATO. Është në rëndësi të jemi pjesë në NATO, por gjendjet në Shqipëri, po ashtu janë të njëjta, edhe me korrupsionin, por jo vetëm që nuk është bën një hap më tutje, por ende jemi prezent dhe dëshmitar të aferave politike dhe financiare. Duket se ballafaqimi do të vazhdojë rënd dhe në fund do të citoj kryetaren e re të Departamentit Antikorrupsionit në Maqedoni, nga e cila prejtë shumë, ajo tha se janë ekspert, unë nuk se ti ku konfirmojnë ekspert të antikorrupsionit në Maqedoni, por në befasoi doli dhe tha se hapi i parë do të jetë ballafaqimi me sfidat për zgjedhjet presidenciale. I thash, jeni dëshmitar, dëgjoni për sjelljen korrupte të antarëve të kësaj qeverie, ju tani po anonconi se hapi i parë do të jetë sfida me zgjedhjet presidenciale, kise me njerë për dini se do të fillojnë gjëja korruptive. Civil Media